Ah, moj Shqipni e mos thuja mahroji jova. Ani se djem tu ju e ha la janë zhaji jale. Qumore repto Kosojova e baj luften o balë për bajim e jale. E di kur jemi ka të i gjeruar në kompleksin e Gëllxhanit, e kishte qenë një ushtar ato, ish ushtar ato. Tha kur ndëgjova më shumë kam, tha. Tha ula s'mujta në kam, tha me. Për këtë tokë, për këtë vend, dikush ka dhënë shumë. Dikush ka dhënë 10 anëtar të familjes dhe do të vlerësohet, do t'i shëbojmë sepse pa luftën e sakrificën e çlirimtarëve, qoftë të ranë, qoftë gjallë, çka janë, sot na nuk ishim këtu. Çdo herë duhet të jemi spaku mirënjohës prej tokën qelë për ata, nëse s'mujmë me bën diçka më shumë, bile të jemi mirënjohës për ata që kanë bën këngë që si kam punu për posë në studio, ka qenë këngë aty në 2 djembe që i kam pas në orkestër Shpend edhe Bekim Bajraktarit, edhe vllavi i Bekimit ka qenë Arbeni. Ato veç në studio i kam punu të bashkëshortës, edhe këngën për Hasim Halilin, se kam punu asnjëherë për posë në studio, sepse janë tekste shumë të randa emocionalisht. Bile këngën e Hasim Halilit i kam pastan tekst shkruesit Milaim Islamit që të lutem zbut e pak, se është shumë e randë, po ato vajzat s'kanë pranuar. Dhe e di kur jemi ka të i gjeruar në kompleksin e Gëllxhanit, e kishte qenë një ushtar ato, ish ushtar ato, edhe në aty e gjeruar. Kur e krytëm pa usta, tha kur ndëgjova më shumë kam, tha. Tha ula s'mujta në kam, tha me. Ka shumë emocion edhe e kam, po është realitet. është realitet që dikush për këtë liri ka dhënë shumë, ka sakrifiku shumë, ka dhënë familje. Unë kam rastin e familjes të Muçolli, po dhe 4 familjeve tjera të Buklek të masakrës 54, që me Mahmud Feratin e kemi këndu një këngë. Është një këngë jashtëzakonshme, që një lloj balade, po është realitet cilët tregon atë, mi tregu atë që se kanë përjetuar, se kanë parë për televizor, mi tregu që për këtë tokë, për këtë vend, dikush ka dhënë shumë. Dikush ka dhënë 10 anëtar të familjes dhe do të vlerësohet, do t'i shëbojmë sepse pa luftën e sakrificën e çlirimtarëve, qoftë të ranë, qoftë gjallë, çka janë, sot na nuk ishim këtu. Prandaj çdo herë duhet të jemi spaku mirënjohës prej tokën qelë për ata, nëse s'mujmë me bën diçka më shumë, bile të jemi mirënjohës për ata që kanë bën, sepse pa luftën e ushtrisë çlirimtare edhe ndihmën e Amerikës së NATO-s, ne kur nuk ishim shndruar. Mu po më intereson me ditë gjeneratat e reja, sa po e sheti, apo doke që po arrimi mbajt, ose po e kuptojnë që ata se çka kanë kalu të parë tonë para neve, sa po ja dim vlerën, lirisë cilën na e gëzojnë asët. Ne, sa do këto, atë shijen e publikut e ndjejmë. Dhe më vjen mirë kur djemë të rinia i dojnë këngë të patriotike, këngë hatëdhetare të dëshmorëve. Më bje për shembull një këngë është për Osman Gecin, është e pamundun mbrëmje ose diku ndasëm mos me kërkue. Trit, rinia e kërkojnë. Më vjen mirë që ata në një mënyrë e vlerësojnë, e shëmojnë atë sakrificën, atë heroizmin e gjithë atyre që kanë dha atë pikën e fundit gjakut për
për këtu. Për këtu. Mas jena të që pjesa e këngëve patriotike, unë pa dyshim që nuk kam qare pa thona për në kënë diçka. Bile, kush do që më shet, tani thojnë mëra është kjo në menë, që nuk e tha që se shfrydzej rastin me një të e kënu. Të thash edhe ma herët, vokalet kërkojnë pak me u ngrohë, po Unë thash, pas na bu gabim që s'kena kënu një 10 minuta, tani me një intervistë. Do të këndoj një strof të legjendës të këngës folklorike Dervishaqës, më i Shqipni, mos thuj Marova. Edhe që më duket këtë kanë e ditën se kanë kime kënu te. Te pas pasur që shë këna atë këngë që kena nina dhe sët. Ah, më i Shqipni e mos thuja Marova. Ani se djem tu ju e ha la janë gjajale. Në kam ashtë qumore repto Kosojova, e bajnë lufte në balë per bajnë.